3, 2, 1. Adelina Ismaili në studio. Do më thonë, une u rrita me muzikën e Adelina Ismailit. Bile ka pas shumë shpesh herë raste kur janë shty kasetat për me mritë pjesa ku këndon Adelina Ismaili. Mirë se na erdhe e dashur. Mirë se u gjeta edhe jam shumë e lumtun që jam të ty. Ka shumë njerëz që po na ndëgjojnë për momentin që e dojnë dhe vazhdojnë me ndëgju pafund muzikën e Adelina Ismailit, po dhe janë rrit njëjtë siguron. Ç'është është ndjenjë. Kjo ndjenjë kur kaq shumë të kanë përcjell edhe në kohën kur ki pauzu, ata kanë qenë që aty me ty. A din që është e ditë? Komplet Kosovën e kom si një familje të madhe. Kur jom kthy prej Zvicrës me valin, çdo njeri që e shehnim rrugës, qa ban Adelin? Edhe më tha, është i mundën që i një krejt, thash, une jo, thash, po, diqysh po. Dhe me thonë, si një lloj familje, se të kam pasën shpe, je pjesë e familjes tyne, edhe me krejt komunikaj, ma e keq që është që unë në Kosovë s'gëzoj me të barë qas një cent kërkuj, se krejt më njohin. Se ta Adelina ime. Adelin, 40 vjetë karjerë, jo afer 40 vjetorit karjerës. Sa vjetë i ki vlon ti se si 20, po do kështë 40 vjetë karjerë. O, zot. Ti se ke lëshu fare, ti e njëjta ftyrë, e njëjta figurë si kur atëherë. Po s'kom shumë 45 e gjys i kom. 5 e gjys kom fillu para vendota. Por me u do kësi 20 vjetë, genetike. Faleminderit, po mu s'po m'doke që po doke nasin njësë. Jo, përbes po, se s'kena qef me bo fort rafsh. Apo përgatit diçka për këtë 40 vjetor? Qka? Faktikisht, unë s'kom disht me përgatit kur gjë, po vali, menagjeri jam ka insistu mi bo një 4 projekte si një farë simbolike 4 me 40. Vali, a është burri jëtë? Burri, po... A ma i mirë si menagjera, si real quick në menagjer. A është problem me pas burrin menagjer? Kur u tregu shumë i mirë si menagjer, e bona edhe burë se ma pak shpenzime. Jemi të përgadit Bajagi Valaj, jemi zgjonu, është një film dokumentar, po jemi në atë procesin e kërkimit, research që thojnë, është film dokumentar për karierën teme, është... Sa ide e mirë. Ka me pas një, po shpresoj me pas një koncert madh, jënë do kongë të reja që duhet me bo që tash një fari këthimi, është edhe, po e mendojmë edhe një remasterizim të kongëve për fmi që kanë qenë. E qëto 4 janë që ma morën fare shpirtin për momentin. Amo, kë filmi dokumentar, shumë po më pëlqen. Tani tja, i ke veshjet e asaj kohë? Jo, mu ka djeg banesa në luft, që aty janë zhduk shumë sene, po mujnë mu... Ndërshta me i bo për afërsisht të njejta për koncertin, sa bukur. Me dole Adelinën që kena po atëherë. Stilistat e mi, unë mëtën të ma propozu që t'ide, po hajtë të këshyrim që po bojna. Mu ma kështë knaqë shpirtin me më këthy në atë ko. Por ajo ko ka qenë e vështirë, se ti ke qenë të gjithë të kanë djek dhe të gjithë kanë folë pse po zhveshet ka shumë Adelina Ismaili. 2 përplasje mendimesh për një njerit, ka qenë interesant, se disa kanë diku të ti. Nuk kanë diku, ku me ditë sa, se me pas ndiku e kisha ndërprej, po stili i këndimit ka qenë asisoj, edhe ka kërku ato, e ka kërku që atë njërë të paraqitune. S'paku vizioni jam ka qenë qashtu, edhe une deri sa dhe kësaj dite nuk kom ndryshu diçka tepër në vizion temin, po mendoj. Do me thonë, qyshe ka kërku kanga, qashtu e kom bo edhe paraqitje. Ti e përmende një album, po vjen me kangë të reja? Nuk është album, është ma shumë EP, edhe po shpresoj që po. Mos thëmë definitivisht po, se gjithë shka mundet me ndohë. Mirë, këto janë planet, pra. Këto janë planet e së ardhmes. Mirë shumë. Ky koncerti a pritet me u bo si vjetë?
Na po shpresojmë me arrit me bo, si vjetë se thash, jemi zgjonu shumë, jemi hapë shumë, janë projekte shumë të mëdha, ka investime katastrofalisht të mëdha, po shpresojmë me qenë si vjetë, po shpresojmë dikon ose shtator, ose ma shumë besojnë nëndor. Ku është me ndu mu bo? S'kam detaje ende. Okay. Se keni mi pas problem vendin. Nuk kena salla që i nxanë krejt njerë që dojnë Adelina Ismaili. Hajde inshallah. Jo përbes jo. Ta në shkruajmë qysh sot. Gjitha këto aktivitete edhe organizime, koncerti, filmi dokumentar që me siguri ka me pas dhe shumë të pathëna brenda aty ose pra paskena ata ose i kohë, deri në fund të vitit. Po shpresojmë. Çka kujton në krejt këto 40 vite karrierë, Adelina mas shumë të? E ditë ka qatë shumë kujtime që kur qysh nuk mëj me ndonjë, s'ki shansë me ndonjë, po ajo që na shqiptarë gjithë kujtojmë janë hjekat. Hjekat, ha? Hjekat i kujton gjithë. Po ti s'ke hek shumë? Jo, kom hek. Kom hek, po s'kom kallëzu, edhe ende s'kallëzoj. Do më thonë, na pak dim me çka ka hek Adelina Ismaili, apo? Po, nuk Po, e vërses, pak dine. Ja ki bo si ledi, I kom disa pytje që në kësha do është mundru edhe baza, janë shumë interesante në këto pytje. Në doja shumë mu inkuadru pastaj edhe telefonatat në ritmin e njëjtë. Pytja parë është: kur e ke kuptu për herë të parë që nuk je thjesht këngëtare, por një revolucion? Unë ende nuk mendoj. Unë mendoj që ka qenë proces i cili ka pas me ndodhë, edhe unë kom pas fatin me qenë qaj njeriu që guxon me fol, edhe guxon me knu për atë punë, edhe guxon me paraqit, edhe po besoj që është dora e Zotit. A ka qenë ma e vështirë me qenë gru e fort showbiz, apo gru e lirë në shoqëri? Ma e vështirë është me qenë gru e lirë në shoqëri. A është Adelina që shohim në skenë gjithmonë e njëjtë me Adelinën që zgjohesh në mëngjes? Jo. Unë kur mëngjesin e parë me Valin, ma ka bo migjë, ku shkoj Adelina, qashtu do kësha. Sa përqind Adelina është guxim, e sa përqind është strategji? Që po ju tregoj, nëse guxoj me bo një farë përqindje, baj një 99% është strategji dhe disiplinë, e një 1% guxim. Po pa qatë guxim s'bon heq. Që e mbulon këtë 99%? E mbulon ma lej komplet. Po, se sa dush t'i bon strategji, kur stadan. A e ndjen që shumë vajza sot ecin në gjurmet e tua? Jam shumë e lumtë nëse po. Po nuk është se e kom një farë handikepi, unë e ka ko që nuk e përcjellë fort e fort showbizin edhe... Po kështu kur bëni muhabet edhe flisni, a e ndjen se po ecin në gjurmet e Adelina Ismailit para shumë viteve? Pa mduket ka një herë, po, ka raste kur muj me thonë sa mirë që pas na bo diçka, e pas na shliru një shpirt në këtë botë. Bash. Mira, ke ndonjë këngë që do ta kishe cenzuru, po të dilte sot, apo je krenare për krejt këngë që i ke bo? E kisha cenzuru një, po faleminderit Zotit nuk është shumë e popularizume, është fuckers. Edhe ajo lyp cenzur, po. Edhe sot kishte me qenë shumë e cenzuru, me garant plus 18, një Zotit dit. E ndëgjova ma herët një këngë, mu kujtu s'di cili ishte aj që e nguc ke një djale, di një vajzë në rrugë, thash, e moj Adelin sa sulmi shbo sot me një atest. Po, ashtu paguan, ashtu flasin. Mirë, cila është gjaja ma e qmendun që dikush e ka bo për ty? Kom pa shumë djem me tatuja, ftyra jam, fotografia, ftyra jam, emri jam, në shtatë që to s'po më kujtohet për momentin që kisha. Do me thonë, ka fansa që t'kam bo ftyr edhe emrin tatu? Njerës që si kom taku kur njët veç kur vishin me tatu,
Sa bukur. Nuk disha as qysh m'sill, as çka me thon, as çka me bo, as. Kanë ardhur për fotografi, po na po vazhdojmë me intervistën. Çfarë ndjenje more? Me të bo tatu? Valja, të ka tatu? Jo. Edhe ndërmend nuk e ka. Okej, a ke pas ndonjë ndales, a ka pas ndonjëherë ndales për Adelina Ismaili? Po. Ka pas, qa? I kam unë ato të mijat, ato limitet deri ku mundesh me shkue, deri ku kalohen principet, normat, do me thonë nuk i kaloj. Kemi qenë pak ma, nëse guxoj të them pak ma të edukum. Adelin, që shiki përjetu titujt, se sot njerëz krijojnë imunitet, rrjetet sociale, mundesh me shkru qa do. Po sa mirë që ka ardhur kjo kohë. Edhe fitohet imuniteti brenda ditës, aq shumë flitet, por atëherë në qendër të vëmendjes ti a e ke fitu këtë imunitet para shumë viteve kur njerëz flasin, shpifin, shkruajnë? Përpara ka qenë gazeta, që tash është portali, ka qenë ajo që ta ka determinu fatin e jetës. Tu kanë varë shkolla prej një titulli, tu kanë varë puna prej një titulli, se atë impakt e kanë pas. Do me thonë, na kemi jetu ende me atë mendimin që gazeta edukon njerëzit. Tash mo nuk është ashtu, edim qysh është tash. Edhe në mu personalisht jo, kur se kom pas, se unë e shihja që po ndodhë në botë, që po bjem vlera morale e mediumit. Po të tjerë, të shambull të profesorët, edhe pse as familja nësër që ka pas shumë kompleksin e titujve, mirë po një moment filloj me u kalu çdo kufi, kur vike e mbaj mend një moment kur s'ko mujt me shku në shkollë një 3 muj për shkak një titulli, ka qenë shumë banal, jashtëzakonisht vulgar, do me thonë deri në masën ekstreme. Muj me thonë që ato 3 muj nështë ajo më diku pak prej qati titulli, mandej që po thuti fiton njeriu imunitet në gjithçka. Shumë mirë që s'është ajo kohë, shumë mirë. I ke sytë shumë të bukur një dhe dyta më kujtu kjo vetulla jote sa vajza, sa djali e ka bo vetullë njëjtë si Adelina Ismaili. O zot. Telefonata, ndërkohë tregom Dr. Slim. Dr. Slim, po. Është produkti që arsyeja pse të kemi ftu sot në studio, se e pam që ti ke fillu me mirëmbajt peshën tënde me Dr. Slim, të natura terapi, sa mirë moj? Po, ka 5 javë që po e përdori. 5 javë ka që po e përdori? Okej. Edhe i kom hum 4 kilogram, gjatë që po më pëlqen shumë, se nuk do isha me shku në atë sistemin me hum shumë kilogram për kohë të shkurt, se po ndikon shumë keq në shëndet. Do me thonë, e ke veç ndjenjen e ngopjes, apo? Po. Edhe kjo është shumë sani mirë. Faktikisht mu natura terapi mu kanë ofru për bashkëpunim, po isha shumë skeptike. Mirë po, me qaq bindje falën, qaq ishin të bindu në produktet e veta, sa që thash me vete, thash po mirë, masi këta po mendojnë kështu, ja vlen. Ti provoj, po. Ja vlen, te provoj. Edhe shumë, me të vërtet shumë mirë, kom kalu. Po vika mirë që ke prit 5 javë një herë, tani marrët me ju fola audiencës. Po. Pa e provu, është pak skeptike që po thu. Pra ti keni rezultat mirë. E kom një rezultat shumë të mirë, për shkak që nuk kom humbën fuqi, nuk kom humbën një imunitet, gjatë që zakonisht ndodh me dieta, me produktet e dobësimit. Kjo është super naturale, gjatë që po më pëlqen shumë. Kom fillu, fillimisht kom shku me 2 pije në ditë, se është pluhun i cili përzihet në pije, po. Edhe kapsula? Edhe i mesha 3 herë ka 2 kapsula në ditë. Jon krejtësisht naturale, prandaj nuk jon friku. Tash që arrita peshën, tash jam me, do me thonë, me një
një Pluhur? Me një pluhur me pije, edhe po I marr 2 herë në ditë, 3 kapsula për me mbajt këtë peshek, sepse unë shtova peshk gjatë dimrit, gjatë që ndodh zakonisht. Po shumë vështirë me hek. Më ka ndihmu, me të vërtetë më ka ndihmu shumë. Okej, unë I kisha propozu se cilit që po na ndëgjon nëse është interesu me thirr në telefon tash në 045 956 000 për me I porosit produktet e Dr. Slim që tashme janë matë njoftunat, por që në vallën tonë është bashku edhe Adelina Ismaili dhe sot në studio flet për përvojën e saj të mirë që ka tash e 5 javë me Dr. Slim nga Natura Terapi. Ne kemi pas Adelina dhe kolagjenin dhe është dëshmu. Po, deshta me përmend edhe kolagjenin, po që kom fillu edhe ato, përshka që mora rezultatet mirë prej Dr. Slim. Mirë po për kolagjenin do të flas një herë tjetër. Opa, faleminderit. Po, a kena ofertë? A mos ka ardhur me ofertë Dr. Slim ajo? Po. Kemi ofertë, hajde. Sa mirë që më pyete se pata me haru. Çfarë ofertë? Jo, kryesisht vinë 1+1. Do me thonë e pagun një, e pagun pluhurin, edhe I merr kapsullat, edhe këtë kjo për 35 euro, që është shumë qesharake, në krahasim me rezultatet. Po, 35 euro, jo, në krahasim edhe me produkte tjera dietave, që janë huge. Mos t'i përmendim ato që janë çmime megalomane, tritunat fryme dhe jo të shëndetshme. Pra, Dr. Slim ka, merrni pluhurin, falas ju vjen kapsulat. Okej, atëherë porosit një tash. Edhe një herë po përmendi numrin dhe përfundoj si ju përmendi mo numrat në 045 956 000. Një telefonat, 3 telefonata, pyetje të shkurta të shpejta. Përgjigjet për shkak të kohës. Hajde, shpejt pyetja. Shpejt pyetja, tjetra telefon. E kemi, alo. Hajde. Pyetja, po. Jo, tjetra, jo, mix, alo. Përshëndetje. Hajde. Jam Buki. Me kanë një general në Adelinën, nësë me ka fanë të saj, është e pa mundur. Faleminderit, ej. Përgëzaj shumë Adelin. Faleminderit edhe desha një pyetje, me ditë ku janë raportet mes 2 ikonave të muzikës shqiptare, Adelina Ismailit dhe Leonora e Kuplit. Këtë pyetje duhesh me bo, të tërkon jote une. Dr. Slimin u tut më vallërat si fanë syti, jo veç. Kojmë Dr. Slimin? Ashtu duhet me hap një fabrik me bo dhurata për fansa. Po, besa mire ko e dita. Miru pafshim, Buki, kome 3. Telefonata tjetër, alo. Tekste dhe kongve të Adelina Ismailit që kanë folë gjithmonë për dukunit shoqnore dhe që prap ka qenë përfolur për dukje. Këto përplasjet e mentalitetit duket I ke vujt prej estradës mas shumëti. Po, aty janë mas shumë dhe shumë interesant. Ke shkru për krejt e lashët që I kemi pas. Edhe që vazhdojnë me qenë si rryma uj krejt, qeveria. Kush kishton, të gjitha. Mas ka që shumë viteve na mi pas njëta të lashët. E dush me qenë smart edhe tekstet atë gjithë bukra që I ke pas. Edhe I ke shkru vetë, Adelin. Edhe një telefonat, alo? Alo? Hajde? Adelina? Po, veçordani. Kisha da shumë, sur viteve të kalume, më këthi edhe një herë, bum me bum. Okej. Sonë të një, faktik I 40 vjetë karierë, se të një hakur edhe një nuk se kur gara me marë të kanë shti me kënu, se që I kom thonë burrit, thash po du me bo një këthem, thash, jo diçka tepër, thash, s'po du bom, thash se po ja pritoj, se po du me bo edhe një beb, tha Adelin, bumat nuk bohën për dit. Tha e ke bo një herë, tha bo, tash më. Bohën, po tash ti mja ka lu për është për saj. Mi bo konkurencë vetës. Je shumë e mirë. Mja ka lu Adelin, falimderit shumë. Shumë falimderit, dhe ju e një shumë e mirë, falimderit. Për të vogël, për të një, nëse kom pjatë shumë para teje, po për të një, ajo kureshtja ku të kom pa të kënu, o konë. Të gjithë e kena bashkë. Shumë faleminderit. A ke dole dhe tim pasqyre me provu me kësy si Adelina? Ja, së bojnë kësi kja. Nese, na kena provu të pak të, se s'kemi mujt as një. Me ta bëj, me Ibrahim Rogova na jo konë. Po, dhe ta bëjmë gati pastaj, në ndërkohë, po, mundesh me nalë shumë muzik të Adelina Ismailit, Dion. Ndoli pytja prej mendve, qa deshta me të pytja. Po, e përmende një bebe. Qërët dëshirat janë të shohim tash. Këtë? Qarë shembulli mirë? Dëshirat janë. Okej. Unë gjithmonë, prej se kam u liksin, kom thonë, Zot më së mledhe pa një vajzë. Shumë e du
krejt shpirt e kam këtë jetën edhe për ta. Po shumë kom nevoj me pas edhe një gjini femnore në shtëpi se mu kam bo 3. Burri, djali edhe maqokun e kam mashkull. Do me thonë shumë është. Po më vynë. Amo, ti duesh pa tjetër mi pas një vajzë. Duhet. O, zot sa fëmijë bukur edhe kombinimi juj me Zvalit edhe Adelinës, besoj do dal një perri, një kukull. Alo, telefonata e fundit, ikem, 11:07. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Hajde, fundit, shkojmë. Okej, përshëndetje. Përshëndetje ty edhe përshëndetje dive sikonës. Faleminderit. Kam 3 sene të vogla, nëse e lavdata për to, po është po dridhna të folë, është edhe une. Okej, 3 sene janë. E para është po therat se na moshkit na kimyt, e para. E dyta është, ka dalë mos u gëzni. Dyta është se jo i konë, po t'je Michael Jackson i balkoni. Faleminderit, nuk ka kompliment më të madh. S'ka faleminderit ti je, faleminderit nuk ka si je, edhe e treta është, e tin më se pasha zotën sa e shqiptarve e ka nenin Adelin vish puna të na mëjt për vëllai normal. Beg, respekt, kompliment. Shumë faleminderit. Nuk kam fjalë me të falenderu. Faleminderit shumë. O pasha zotën një ma mira, vallon. O, faleminderit, shumë faleminderit. Edhe faleminderit e ditë se për nga puntime nga kësim kështu pak të më apë në kopë, e din e dita. Shumë lezet, E dita ka bo se vokë edhe me mu. Unë po ndina shumë, halo fmi, kur pesha Adelinën, po mdo këtë vetja i fmija i vogël që u shkrisha, kur dilke. Më kanë hupe dhe fjallë. Jo. Përbes po. Ty s'thupin kur. Për që ato dëdojmë. Pas ka raste dhe kur humbin. Po më këthen, në atë kohë, në Gjakov, krejt shpia, presin vitin e ri edhe del Adelina. Më kanë thonë, nëse diplomon në Gjakov, e ke diplomon komplet shqiptarin. Edhe kjo është kompliment shumë i madh. Shumë i madh. Edhe një telefonat edhe një, edhe e ke. Alo, telefonata. Se unë të dashuroj, Adelin moj Adelina. Hajde Islam. E bon të. A din qa na zakonisht të bojmë radar atë pjesën Kush ka shkru? Kush ka shkru? Adelina! Sa mirë ke qenë kasetat e Sëvdejra do goshit ose. Hajde telefonata, po te diçka mi thonë? A veç me knu? Veç të përshëndes. Faleminderit shumë. Zëtë mirë, kam? Mirë po, shumë. Okej. Adelina, që po bojmë? Po bojmë një program bashkë një ditë. Në radar edhe që qështu flet me dëgjues, tregojnë sende të reja, tregojnë për radar, por po e caktojmë kur. Okej? Po realizojmë programin bashkë, se po shoh që dëshira është shumë e madhe dhe kjo le të bëhet kur ju e dani mendin për koncertin, për tëna definimet e 40 vjetorit. Kur i keni definuar. Kur i kemi definuar, okej. Edhe ju japim lajmin e madh edhe realizojmë program. Shumë mirë e ki. Shumë knaqësime të pas në studio. Jo, knaqësia jam ja se shumë moti kom pas qef me taku edhe me qenë emision toni. Unë se kisha besu kur që rritna edhe të kom në studio Adelin. Faleminderit shumë, po sinqerisht po. Jo, faleminderit ty. U plaksh, e lumtun e përmbushun me të natë mirat. Thank you. Faleminderit. Adelina Ismaili! Për takimin e ardhshëm, ashtu si që lam, e flasim datën kur. Faleminderit që thirrët edhe kaq bukur falet sot, ju du shumë. Faleminderit ekipës ushtar, Edita ju don shumë deri nesër. Mirupafshim. Thank you Adelina Ismaili. Faleminderit, knatësi.